Ky është inxhinieri Ilirian Parruca. Ai ka mbi 20 vjet që jep kontributin e tij në sektorin e arredimit. Ishte viti 1996 kur Iliriani nisi puna në sektorin e përpunimit të drurit si modelist, ku ai punoi deri në vitin 2006. Më pas atë tërhoqi një tjetër element i arredimit, letra murale, dhe qysh prej atij viti ai punon me letrat murale. Janë me qindra objektet të ndryshme si shtëpi banimi, hotele, panajire, ku është dora e Ilirianit në dekorimet e ambienteve me letrën murale. Mjeshtrinë dhe zanatin e tij Iliriani ka dëshirë t'ia transmetojë edhe të tjerëve, duke organizuar gati çdo vit seminare falas për të gjithë ata të rinj që duan të punojnë në sektorin e letrave murale. Iliriani me punën e tij ka arritur majat e suksesit jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë vendit, duke u vlerësuar me shumë çmime dhe tituj nderi. Ilirian, na flisi diçka për elementet e arredimit. Cilat janë ato elemente që i shtojnë bukuritë ambienteve tona, shtëpiave, hoteleve, të objekteve të ndryshme social-kulturore? Faleminderit për pyetjen. Në arredimin e një ambienti futen muret e shtëpisë, futen tapetet, futen mobilimi, futen ngjyrat e shtëpisë, letra murale, abazhurët, sër game. Po. Flisni këtu në vijat përgjithshme për të gjithë objektet social-kulturore, shtëpia. Pastaj i ndajmë sipas funksionit, zyra, shpitale, hotele, ambient dëgjumi, matrimoniale. Secila për këtyre ka specifikat e veta. Patjetër. Ilirian, jo padyshim e nisa këtë pyetje për personin tuaj, ma që jeni një person për shumë vitesh merrni me një element të arredimit, me letrën murale. Por para se të arrim tek letra murale, të flasim pak dhe për kontributin tuaj në industrinë e përpunimit të drurit. Po, shkolla ime ka qenë për inxhinieri druri, shumë vite kam punu modelist Mr. dhe pastaj duke ardhur në treg letra murale, pastaj u fokusu më tepër për letra murale. Pse pikërisht u ndale këtu tek letra murale? Është ndjesi mase shpirtërore, po ndjej një kënaqësi kur bëjmë letër murale, për shkak ne shkojmë në një familje, pjesëtarët na shohin ne se si vendosim letra murale, për pak minuta ne i transformojmë muret e shtëpisë, japim një emocion familjarëve edhe një kostum shtëpisë. Po, sa vjet ka eksperienca juaj në kontributin që jepni në këtë element kaq të rëndësishëm të arredimit në letër murale? Për sa vitesh punoni në këtë sektor? Pakën 20 vjeçare. Për shembull 80% të hoteleve në Shqipëri janë bërë prej nesh. Dhe kush është bukuria e letrës murale, pra çfarë e transformon murin e objektit në cilët ju e vendosni? Çfarë transformimi i bën objektit? Në pikpamjen time, letra murale është si rrobaqepsi për atë kostumin, ose nga ana tjetër ne mund të ecim me pjesë të shtëpisë, si një doktor që rregullon, e kuron një pjesë të ambientit për të ardhur në sër detajet tjerë të shtëpisë. Dhe në përgjithësi letrat murale Ilirian janë standarde apo ka dhe letra murale të cilat dizajnohen në bazë të kërkesës që bën porosici? Gama, shumëllojshmëria e letrave janë të jashtëzakonshme dhe çdo vit po dalin risi të reja. Veshjet murale janë mbi 200 vjet në gjithë botën. Në Shqipëri janë 20 vite. Dhe në këto 20 vite kanë ardhur mall nga gjithë bota. Shqipëria ka një zemër që pranon çdo lloj stili. Po të shikosh edhe lokalet e Shqipërisë janë me shumë sy se në gjithë botën. Por vetë dhe është e pabesueshme. Dhe kanë filluar pra sipërmarrësit tanë ta përdorin shumë letër murale, deshet thoshit po? Letra murale jep një ndjesi
edhe rregullon në një farë mënyre ngjyrat, teksturat dhe këtë rregullon humorin e gjithë secilit në ambientin ku jeton. Po, kush është sekreti i të vendosurit letrës morale në një mur, pra? Çfarë punimesh paraprake duhet ketë në fillimisht përpara vendosjes së letrës? Po, në mure të pastra, sa më i lëmuar aq më mirë, thjesht duhet një astar përpara dhe pastaj është përgatitja për letrën morale. Po, dhe garancia që jep letra morale, jetëgjatësia e saj cila është? Jetëgjatësia është të paktën në 10 vite, tani është mall konsumi. Çdo gjë që sot blihet Garanton 10 vite. Garanton 10 vite. Pastaj është nga mirëmbajtja e çdo konsumatori. Në hotele shkon shumë më tepër se 10 vite. Në një lokal duhet të rinovuar më shpesh se 10 vite. Ilirian, në pyetjen e radhës do të flasim se cilat janë preferencat e klientëve tuaj aktualisht në lidhje me ngjyrat e letrave morale. Pra kërkojnë më shumë tek ngjyrat e ndezura apo tek ngjyrat e zbeta në dizajnin e tyre. Ngjyrat, siç e thash, rregullojnë humorin e gjithë secilit në ambient, ndërsa letrat morale i përgjigjen karakterit personave apo të hapësirës në ambiente, apo të funksionimit të ambienteve. Dhe më së shumti, ku janë klientët tuaj? Tek ngjyrat apo tek? Kjo është e gjithanshme. E gjithanshme, për shembull, pyetja e parë që ne bëjmë nëpër familje është sa persona marrin pjesë dhe cilët janë. Për shembull, në një dhomë për fëmijë, ngjyrat duhet të jenë sa më të thjellta edhe të gëzueshme. Në një dhomë matrimoniale duhet të jenë ngjyra sa më shplose dhe të flasin orendit. Me fjalë në varësi të funksionit të ambientit, por ju shikoni edhe në mobilerinë e Kazanovës, por shënë letrat. Kjo është e personalizuar? Jo, kjo është letër standarde europiane, po që i përshtaten mobilimit që ai ka përdorur si masë funksione. Po, të qëndrojmë këtu tek personalizimi, pra sa përqind e klientëve tuaj ju kërkojnë një letër të personalizuar, pra një ide të tyre që ju t'ja realizoni, t'ja printoni. Dhe a printohen në Shqipëri këto letra? Krahas atyre që vinë nga fabrikat jashtë? Po, deri dje ka qenë me letra të standarde industriale. Çfarë vinë nga fabrikat? Po. Ndërsa sot është trendi kanë filluar që të jenë dhe letrat e personalizuara ose të printuara, që në një imazh ti mund të hapësh sa gjithë faqe. Për shembull, ose për një zyrë, në bazë të funksionit që shërben ajo zyrë, ti mund të bësh dizenjat të atij funksioni. Po. Pyetja tjetër Ilirian është cila është gjeografia e shtrirjes së aktivitetit tënd në Republikën e Shqipërisë? Pra, vetëm në qytetin e Tiranës, në trevën e Tiranës? Ne kemi 20 vite që punojmë për Shqipërinë, raste sporadike kemi dalë për hotelet afër Ballkanit apo Itali, dhe do të them që ne kemi gjithë këto vite që bëjmë dhe kurse për të rit falas për letra morale dhe gjithë që kanë hikur jashtë shtetit, ne ndjehemi shumë krenar që kanë ecur përpara dhe e gëzojnë atë të mirë që Shqipëria njihet nga problematikat e veta. Ilirian, pyetja e radhës ka të bëjë me faktin që ju jeni një mjeshtër i letrës morale, por a shikoni aty këtu iniciativa për ta përqafuar të zanatin tuaj? Ato që ne punojmë më tepër janë arkitektët, janë dyqanet e letrave apo të perdave që tashmë kanë futur dhe letrat morale. Kolegë që janë si puna janë pak në Shqipëri, ne jemi si një klub që ndonjëherë edhe mblidhemi dhe organizojmë evente të ndryshme. Po. Dhe pyetja e radhës, çfarë pune keni në dorë aktualisht? Ato që ne bëjmë më tepër janë hotelet dhe par vjet ne kemi bërë mbi 18 hotele, vjet që ishte pandemia 2 hotele dhe njerëzit kanë reflektuar duke qenë nëpër shtëpia për muret e vet dhe për të gjitha. Dhe si vjet aktualisht që jemi shkurt, kemi 3 hotele në proces. Dhe këtu ndodhemi në një showroom, kjo letër e vendosur pikërisht nga ju, apo jo? Po, showroom. Dhe e kombinuar me ngjyrën e kolonës. Showroom ku është mobilimi, është dhe letra. Përfaqësohen me gjithë elementet tjerë që bëjnë arredimin dhe dekorimin e familjes. Ilirian, me sa kuptova nga biseda që më the, vendosja e letrës morale në çdo ambient është shumë e bukur, por në showroom është determinante, apo jo? Patjetër. Me drurin, pothuajse mund të jetë një ndër elementet që mund të shoqërohet më përafër, ose të paktën ka me shekuj që bota kështu e ka shoqëruar. Letra morale shpreh karakterin e mobilimit, të arredimit, pra që është druri apo abazhuri, perdet dhe kështu me radhë. Dhe të vetë personave që do jetojnë e do joshin në atë ambient. Po, pikërisht në këtë kënd të këtij showroomi që jemi ulur së bashku Ilirian, ka disa elemente në këtë plan që ne po të xhirojmë bashkë, ka disa elemente të arredimit. Ta nisim nga tapiceria. Po.
Pra, ne shohim këtu tapicerin, për themi për një dhomë gjumi, ose të një hoteli. Lidhet më shumë me tekstilet, që përbëhen për shembull, tekstile e divaneve, të abazhurit, të perdës, dhe mirë është edhe në dhomat të jenë të shoqërueshme me tapiceri, letra murale të tapicerisë, pra në teksturë. Po. Dhe kolona? Dhe kolona është dru, që thuhet për... Edhe ngjyra i përshtatet gjithë të ambientit ku jemi ne, apo? Në varësi të gjitha ambientet ose të shijeve që duhet ngrihet një arredim.